Rave seancën dhe proces verbalin. Ajo është do mbetet në arkivat e këtij shteti si proces verbali më i turpshëm në të gjithë historinë e tij. Dhe ky turp do mbuloj ata të cilët zhvilluar një seancë si ajo e pa shembullt dhe e bën atë vetëm e vetëm për të fshehur, për të maskuar 18 Erion Veliaj. Ju lutem përmbajuni. Të lutem, një minutë. Dëgjoj mua. Por do të flisni për tekstin. Për të maskuar. Ka minutash. Nuk mund t'ja bëj vendit. Një minutë, respektoni kushtetutën, rregulloren dhe atë për cilën citoj kushtetutën. Po ngrini zërin. Nuk mund t'ja bëj vendit fjalës, mos lakoni emra, nuk jemi të emra, nuk jemi në politik, jemi në proces verbal. Se do viu me vonë të kaj, prit se jo, kemi punë dhe me atë. Ja, ma kemi punë. Po unë tani s'po përmend atë. Por ti s'mund t'ja bëj vendit të në kur. Pse një grush të papërgjegjshmit, që kanë turp dhe frikë nga vetja tyre, nga rrezja e drizë dhe nga transparenca, kërkojnë të kalojnë pa transparencë, pa votim, pa asgjë. Ti u bëre që shënove rekordin më të zi në historinë e parlamentarizmit shqiptar, në historinë e Europës, në historinë e botës, të çdo regjimi, ndaj dhe rikthe seancën, të zhvillohet seanca, të mos e kthej gjykata kushtetuese, po ta kthej parlamenti dhe të bëhen zhvillimet. Ata që kanë frikë nga vetja e tyre, ata t'ja mbathin, letikin, kanë frikë të dalin para qytetarëve për mëkatet e tyre, për vjedhje që kanë bërë. Nuk është përgjegjësia jonë kjo, është e atyre. Keni gjë për proces verbalin, zoti Berisha? Po jo, pa lidhur është kjo, s'e ka lidhur. Tekstin e proces verbalit. Vetëm tekstin e proces verbalit. Të lutem, ti atje mos ngri dorën se e di vetë tërë, pas të e ta them unë ty. Po.